Këngëtarja e njohur shqiptare Dafina Zeqiri ka qenë së fundmi pjesë e një takimi që ka tërhequr vëmendje të madhe publike, duke u shfaqur përballë kryeministrit në detyrë të Kosovës, Albin Kurti. Pamjet nga ky takim janë publikuar në rrjetet sociale dhe brenda pak orësh kanë bërë xhiro në internetit, duke u kthyer në virale dhe duke nxitur komente të shumta nga ndjekësit. Në video shihet momenti kur kryeministri Kurti i dhuron Dafinës një dhuratë simbolike, ndërsa këngëtarja me stilin e saj spontan dhe plot humor i zgjat dorën dhe i drejtohet me fjalët: "Shumë makol qenë ke live." Reagimi i saj i natyrshëm ka shkaktuar të qeshura dhe simpati, duke e bërë momentin edhe më të pëlqyer për publikun. Ky episod i thjesht, por mjaft domethënës, është komentuar gjerësisht nga fansat e Dafinës, të cilët e kanë vlerësuar autenticitetin e saj, ndërsa të tjerë kanë vënë në dukje anën më të relaksuar dhe njerëzore të kryeministrit Kurti. Për më tepër, Albin Kurti ka qenë i pranishëm edhe në natën e parë të koncertit të Dafinës, një nga performancat më të shumëpritura të saj, duke treguar hapur mbështetjen për artin dhe muzikën shqiptare. Prania e tij në koncert është parë si një gest simbolik që bashkon botën e politikës me atë të artit dhe kulturës. Takimi mes Dafinës Zeqiri dhe Albin Kurtit ka ngjallur reagime të ndryshme në publik, por mbi të gjitha ka reflektuar një atmosferë të ngrohtë, miqësore dhe të çlirët, duke dëshmuar se muzika dhe politika ndonjëherë mund të ndërthuren në mënyrë krejt natyrale. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.